E kuptoj. Unë të falenderoj shumë Nazia që e bëm këtë bisedën bashkë. Po, edhe unë të falenderoj shumë që ma bërë shumë të lehtë. Po. E kisha shumë nevojë me thënë drejtën që të shpreja deri diku. Atë është qetësimet e mia. Nëse do ta shohin intervistën njerëzit e tu, çfarë do t'i kisha thënë? Shpresoj që edhe njerëzit e mi t'jenë të lumtur, mi fjalë t'jenë krenare sa do pak për mua. Po njerëzit e shoqërit. Edhe njerëzit e shoqërit besoj se me asa kam bërë mi fjalë shumë vite jetesë mi fjalë, shumë shërbim mi fjalë, shpresoj se edhe ato mos preken, mos t'jenë të ndikuar nga asnjë lloj gjëje. Ti në këto momente do që të fillosh një punë, do që e ke të nevojshme? Po, edhe dua. Do të fillosh një punë, të ndryshosh edhe pak ndalesh nga. Dua, me thënë të drejtën, dal pak nga stresi që kam. Jo të dal ta humbas fare, thjesht për momentin që ta kaloj si mërzim. Sa shumë e vështirë. Është kjo pjesë se është shumë e vështirë, kudo që të dalësh e ke këtë dhimbjen mi fjalë. Nuk je më si ku ke qenë. Je ndryshe. E vërtet është. Nuk je si femrat e tjera. Çfarë do të kishe thënë vjerrës tënde? Vjerrës time me thënë të drejtën, unë pavarësisht se sido që kanë shkuar situatat e jetës, unë pavarësisht unë dua shumë me thënë të drejtën. Edhe nuk doja uroja kur të keqen, sepse ka një dhimbje shumë të madhe, se unë e kuptoj mi fjalë që jam nën vetë, larg qoftë mos ta kisha unë fëmin tim, si do unë ndisha, është një humbje shumë e madhe. Edhe ja kam falur gjitha gabimet, gjitha gjërat që mund të ketë bërë, mi fjalë që mund të ketë gabuar, ja kam bërë halal për shoqërinë. Unë falenderoj shumë për intervistën, edhe një herë. Edhe unë falenderoj shumë ty. Edhe uroj në fakt kushdo që mundet që të ndihet me historinë tënde, nëse do që të ndihmoj me diçka, pse jo, mund ta bëj. Faleminderit shumë që qëndruat me mua në Real People, edhe në këtë intervistë. Bëni ashtu siç bën edhe me Nazien. Më sugjeruan, më shkruan në rrjetet sociale dhe ja ku jam sot për sjell këtë histori me ju. Nëse dikujt i lind në zemër, pse jo, mund t'jap një mbështetje për të. Më shkruajnë mua në rrjetet sociale dhe të lidhem sigurisht me kontaktin apo në të gjitha format. Po mos harroni të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it, sepse kështu do keni mundësi të njiheni edhe me historitë në vazhdim, edhe të ndiqni edhe në rrjetet sociale Flori Gjini dhe Real People. Takohemi në episodin e radhës. Faleminderit, gjithë mirat. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.